Niveli i lumit Vjosa ka shënuar një rënje të ndjeshme gjatë orëve të fundit, duke i dhënë fund situatës së rënduar që u regjistrua gjatë ditëve të fundit në zonat pranë shtratit të saj. Pas disa ditësh kritike ku prurjet e shumta të ujit rrezikuan përmbytje dhe krijuan shqetësim tek banorët, këtë të shtunë lumi është rikthyer gradualisht në shtratin e vet natyror. Pamjet që po ndiqnin në ekran pasqyrojnë qartë ndryshimin e situatës, ku niveli i ujit ka rënë ndjeshëm krahasuar me ditët e mëparshme. Zona që më herët ishte e mbuluar nga uji dhe balta tashmë është më e qetë, ndërsa rrjedha e lumit duket më e kontrolluar. Lumi Vjosa të riqet në shtratin e vet, këtu ku ishte edhe zona më kritike dhe ku kemi raportuar gjatë gjithë këtyre ditëve në zonën e Tregut, te Kura e Mifolit, tashmë lumi është tërhequr drejt shtratit, si kundër ndiqni edhe nga pamjet që vijnë nga operatori Enton Hoxha. Vjosa nuk përbën më rrezik, pasi tashmë prurjet janë shumë të pakta krahasuar me ditët e mëparshme, të cilat janë shoqëruar dhe me rreshje shiu në zonën jugore dhe të vendit ton, kryesisht në Memaliaj dhe Përmet, ndërsa vlen të theksohet se momentalisht situata është e qetë dhe të paktën në këtë territor nuk ka më rrezik. Rreziku duket se tashmë është një fjalë që të paktën për këto orë për banorët e kësaj zone duket si fjalë e huaj. Situata e krijuar si pasojë e rreshjeve intensive në ditët e fundit vuri në alarm strukturat përgjegjëse dhe banorët e zonave pranë Vjosës. Fatmirësisht, përmirësimi i kushteve atmosferike ka ndikuar drejt për drejt në uljen e nivelit të ujit, duke shmangur rrezikun e përmbytjeve të mëtejshme. Ndërkohë, paralelisht me përmirësimin e situatës hidrike, institucionet vendore kanë vijuar në punën në teren për pastrimin dhe për normalizimin e zonave të prekura. Këtë të shtunë, ndërmarrja e shërbimeve publike e Bashkisë së Vlorës ka intensifikuar ndërhyrjet, veçanërisht në zonën e Urrës së Vjetër, e cila gjatë kulmit të prurjeve ishte e mbuluar nga balta, inertet dhe mbetjet e sjella nga lumi. Punojësit e shërbimeve publike me mjete dhe me pajisje të posaçme po kryejnë pastrimin e plot të zonës, me qëllim rikthimin e qarkullimit normal dhe garantimin e sigurisë për kalimtarët, por edhe për automjetet. Siç shihet edhe në pamje, sasia e baltës dhe mbetjeve të grumbulluara ka qenë e konsiderueshme, çka tregon forcën e prurjeve të ditëve të fundit. Pastrimi pritet të vijojë edhe në orët në vijim deri në normalizimin e plot të situatës. Për momentin, ulja e nivelit të lumit Vjosa ka sjellë një lehtësim të ndjeshëm për banorët e zonës, të cilët shpresojnë se situata do të mbetet e qëndrueshme edhe në ditët në vijim.